kemi sot në dispozicion kapacitetet teknologjike më të mëdha që kemi pasur ndonjëherë, me 4 helikopterë të gatshëm, të cilët në çdo moment të nevoje mund të bëhen 6, sepse helikopterët operacional janë 9, por kanë edhe misionet të tjera, si misionet e shpëtimit, si misionet për shëndetin, ndërkohë që kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do të jenë provën e shtetit shqiptar, por në ndërkohë kemi një proces të dakorsuar që në momentin e një nevoje të veçantë kemi në dispozicion edhe avion që vinë nga pikërisht ajo bazë ku po përgatiten dhe do të bëhen gati avionet e rinj që do të merren në fund të këtij viti, pasi gjithçka ka përfunduar si procedurë. Megjithatë, ne e dim shumë mirë që në qendër të këtij sistemi nuk janë makinat, nuk janë dronat, të cilët po ashtu do të përdoren në mënyrë specifike me një sistem të ri këtë vit. Janë njerëzit që veshin uniformën, janë njerëzit që dalin në teren pa pyetur për orarin, për temperaturat apo dhe për rrezikun.